Në kuadër të takimeve me komunitetin, kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës, Bruna Mersini, u takua me artistë të qytetit, mes tyre aktor, këngëtar, piktor dhe përfaqësues të tjerë të artit dhe të kulturës. Në këtë aktivitet, ajo u shoqërua nga drejtuesi politik i PS-s për qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, dhe deputetja Eriona Ismailaj. Në fjalën e saj, Mersini theksoi se arti nuk duhet parë thjesht si aktivitet, por si një element i pandar i zhvillimit të qytetit, një prej motorëve që jep Vlorës identitet, gjallëri dhe progres. Historia ka treguar që nga Vlora kanë dalë artistë të mëdhenj, artistë popullit, artistë të merituar, piktorë të nderuar, ata që kanë bërë plejadën e artistëve në Shqipëri. Ne duhet të jemi bashkëautor në jetën artistike të qytetit, edhe kjo pa diskutim nis në opinionin tim nga dinjiteti i artistëve. Unë nuk e shikoj teatrin, artin në Vlorë si një aktivitet, absolutisht jo. Unë e shikoj thelbësisht si zhvillim të qytetit. Deputetja Ismailaj nënvizoi delikatesën dhe vëmendjen që Mersini ka për të trajtuar artin dhe artistët, duke konsideruar këtë një augur të mirë për promovimin e kulturës dhe të vlerave artistike të Vlorës. T'ja për qytetit jetë nëpërmjet zërit edhe muzikës, t'ja për jetë qytetit me piktorët që ne jemi mësuar që kur ishim të vegjël t'i shihnim në pikat më interesante dhe piktoreske të qytetit duke pikturuar, po edhe t'ja për jetë qytetit me institucionet tona kulturore. Unë nuk mendoj se është sfidë, është detyrim. Dhe jam shumë e bindur që me vëmendjen edhe me delikatesën që Bruna tregon ndaj këtyre detajeve të rëndësishme të jetesës të qytetit, do të ketë një vëmendje të shtuar edhe ndaj punës suaj, promovimit tuaj, por nga ana tjetër edhe ndaj dhënia e jetës së qytetit. Nga ana e tij, drejtuesi politik Çuçi e cilësoi artin si një nga shtyllat kryesore të cilësisë së jetës, të cilën Mersini do ta mbështes me prioritet, do ta çojë drejt një zhvillimi të mëtejshëm. Kryetari i Bashkisë duhet që ta kuptojë shumë mirë këtë lidhje të zhvillimit ekonomik me pjesën e krijimit mjedisit shoqëror, njerëzor të përshtatshëm për të jetuar. Dhe kam besim që Bruna e kupton shumë mirë. Jam shumë i bindur që do krijoni një dialog ku të ketë që bashkia të krijojë mundësitë për kultivuar talentet e shumta që ka Vlora. Gjatë takimit, artistët jo vetëm shprehen vlerësimin për mbështetjen e dhënë deri më tani, por ndanë edhe ide dhe propozime konkrete për forcimin e rolit të artit në jetën publike të qytetit. Duam që ta shtojmë gamën e aktiviteteve. Teatri të bëhet një skenë jo vetëm thjesht për pjesë teatrore, por të marrë përsipër të ketë aktivitete të tjera të përfshirëse. Është një grua me iniciativë këmbgulse për të shuar gjërat deri në fund dhe një menaxhuese shumë e mirë aty ku ka punuar i ka dhënë rezultatet e veta. Arti është shumë ngjyrës dhe ne i kemi afër, kemi miq të gjithë. Këtë që duhet të bëjë Bruna, t'i afrojë këta njerëz, të krijojnë stafe brenda vet, sepse ligji i kapitalizmit është specialist i madh në një fushë të vogël. Njerëzit që si dinë gjërat s'kan si drejtojnë. Arkitektët që kemi këtu me numër të madh janë 40 arkitektë në Vlorë, mund të japin mendime plot për qytetin, si mund të eci. Artistët që kemi këtu janë vlera të qytetit. Suksesi i saj do të jetë i padiskutueshëm. Vlora i përket qyteteve që kanë nxjerrë ikona të artit kombëtar në të gjitha fushat, një traditë që kërkon përkujdesje dhe vizion për të vazhduar të shkëlqejë.